Altin Doçi, Boja i Skapit, deklaroi djerë se e kishin vendosur me antimafjen që të mos ja arrestonin në kohën kur ata kërkuan. Çka tregojnë se ai ka mashtruar antimafjen vetëm e vetëm që kryekriminali Durrësit Ergjys Agasi me bandën e tij nga Edi Rama të kryenin operacionin elektoral që kryen. Dje Altin Doçi zhveshi vetëm nga policë parashkiptare. Antimafia italiane. Ai zoni vendime. Dhe ky në emër të Edi Rama si kërkojnë leje që me qenë se kemi një operacion, se kemi po na fletë edhe ai kushërin i tij, nuk e dini. Tani se ai dëgjoi dia apo jo? Po fletë dhe nuk e dini tani dhe po sejojnë në ca gjëra, mos i arrestojmë se na duhet për vota. Pra, akuza politike del për dhe doktorit në Domanit ishte pa fojza, ishte direkte. E sona, kështu duhet tjetë, kështu si të thua ti? Po, duhet kemi në konsiderat dy element që unë mendoj që njëri është serios, dhe duhet marrë seriosisht, tjetra është argument politik i Zotit Berisha. Është fakt që Sali Berisha ka disa muaj që thotë që visi i Pojës bën vota për Partinë Socialiste. A është ky një pretendim i pabazuar apo jo? Duhet të japë përgjigjen prokuroria, e cila në këtë dosje nuk na ka dhënë përgjigje për këtë çështje. Pra, nuk na tregon kjo dosje përsa i takon Spakut, çfarë ndikimi ka patur ky grup kriminal tek Partia Socialiste në këtë fushat apo në të tjera. E dyta, duhet të harrojmë Sali Berisha e ka armik Altin Dumanin, e ka armik për dosjen e vet Partizani, kështu që të bëj Altin Dumani gjën më të lavdishme në këtë vend për demokracinë dhe për rendin, Sali Berisha kur s'ka për të dorë kritiku. Kjo është politikë e pastër dhe zot presin e Zotit Berisha të lavdërojë Altin Dumanin dhe të bëjë gjën më të mirë të mundshme. Në momentin e një suksesi, e një punë të suksesshme të bashkëpunimit. Nuk e dua troket kur Sali Berisha që është viktimë e Spakut, asnjë sukses të kësaj që quhen organizatë kriminale. Edhe sikur të jetë i lumtur brenda vetes që një armik politik i tij po vjet në vështirësi politike për shkak goditjes. Hallet të tjera nuk ka, vetëm kjo është, thua ti. Ti do më thuash që në pjesë e kësaj, pa Zoti Berisha e ka këtë sepse vllai turpërorës vetë është pjesë e dosjes? Nuk e thash. Mund të jetë, jo po e kuptoj, e di çfarë. Kush është televizioni që është kablo? Është televizion kablor në Vlorë që nuk është Vlora TV. Që nuk është një gjë me ndonjë po themi relevancë të rëndësishme. Tani Zoti Berisha unë e di që ata që nuk e duan dhe duan të shohin mbas kësaj gjëje mund të përmendin që vllai i turpërorës vet është pjesë e kësaj dosje. Tani personalisht refuzoj të vënë përgjegjësi Sali Berishën për vllain e turpërorës, kur Edi Rama nuk e kemi vënë përgjegjësi për Erion Veliajn, Arben Ahmetet dhe çdo ministër që ka zgjedhur vet.